ne tani nuk mund të presim të kemi politikan më të zgjuar, më vizionar se sa Mustafa Kruja apo Xhafer Deva, tjerë që kanë arritur që dinim nga 10 gjuhë botërore dhe që ishin të kalibër jashtëzakonisht i madh, potencial intelektual e politik, dhe në qoftë se, domethënë, Xhafer Deva ka korrigjuar vetveten që më në fund viteve të 60-ta ka ardhur te ideja për nga njeriu i cili ka bashkuar Kosovën me Shqipërinë, të vijë në përfundim që megjithatë Kosova duhet të jetë e pavarur, atëherë s'ka pse dikush ta provojë së dyti, domethënë, sepse njeriu i cili e ka bërë këtë bashkim ka ardhur në përfundim që kjo nuk ka funksionuar si duhet. Edhe arsyeja ka qenë për shkak se kur një shoqëri ndahet një herë, është vështirë, bashkimi është i vështirë. Nëse dy vëllezër ndajnë pasurinë që nga një babë një nënt kanë lindur janë rritur së bashku dhe një herë ndajnë pasurinë, bashkimi i tyre në një shtëpi të vetme nuk ka më kuptim. Kështu që kjo është ndodhur edhe me Kosovën dhe me Shqipërinë. Prandaj nuk ka realisht kjo nuk ka interes të ndodhë, nuk është interes i asnjërs palë që të ndodhë. Pikërisht marrëdhëniet e këqija në mes të kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministit të Kosovës burojnë nga dëshira për të dominuar pjesën tjetër. Albin Kurti tenton që të ketë ndikim në Shqipëri dhe Edi Rama në Kosovë, atëherë ne kemi marrëdhëniet e tyre problematike. Për të përmbledhur pak a shumë elementët që deri diku ju i përmendët më lart, cilat janë ata faktorë kryesorë që mund ta cënojnë sigurinë e Kosovës, pra gjithë Kosovën, dhe cilët janë ata elementë të tjerë që mund ta avantazhojnë në raport me Serbinë, nisur nga qasja që ka politika amerikane deri më sot kundrejt Europës? Jo, në Kosovën, domethënë sigurinë e Kosovës vetëm rrezikon vetëm një invadim potencial i ushtrisë serbe në Kosovë. Domethënë kjo tani më nuk ka mundësi që për së brendshmit të organizojë trazira, sidomos jo në mjediset me popullat serbe. Ka dhe një rrezik tjetër, domethënë që pse Serbia në Kosovë ka shumë agent të saj në mesin e popullatës shqiptare që kanë punuar të kaluarën, por që mund të jenë rekrutuar edhe pas luftës dhe që kanë një ndikim në Kosovë dhe veprimtaria e tyre hetohet në Kosovë në shumë fusha. Nëse përmes këtyre elementeve Serbia mund të organizojë të llovi në Kosovë, atëherë kjo dhe rrezikon sigurinë e saj. Domethënë janë vetëm këto dy mënyra se si do të mund Serbia ta rrezikonte Kosovën. Por nuk ka elemente, sepse tjera rrezik që për Kosovën nuk ekzistojnë. Marrëdhëniet me Maqedoninë mund të jenë të mira, të ngrohta apo të ftohura, por Maqedonia nuk ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Malezi po ashtu, me Malezi mund të kemë marrëdhënie të mira ose të ftohura, por nuk ka pretendime territoriale të Kosovës. Edhe njëjta gjë vlen edhe me Shqipërinë. Marrëdhëniet mes qeverive, mes kryeministëve mund të jenë të mira apo të acaruara, por Shqipëria nuk e ka pretendimin që ta marrë Kosovën me dhunë, që ta pushtoj Kosovën. Kështu që nuk ka asnjë forcë politike në Shqipëri e cila e thot hapur këtë. Ka disa të cilët thonë që mirë do të ishte bashkimi Kosovë, Shqipëri e tjerë, por këtë nuk e mendojnë që duhet bërë me forcë. Kështu që i vetmi shtet i cili ka pretendime territoriale dhe që pretendon që herët e vonë ta marrë me forcë Kosovën është Serbia. Dhe sekondërisht edhe i vetmi rrezik potencial për Kosovën. Sot liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur në Bruksel në një takim urgjent
që vjen për mbështetje ndaj Ukrainës. E ndodhur në këto kushte Europa, sa forcë ka që të përballojë Rusinë në rast të një agresioni të mundshëm ushtarak dhe a ekzistojnë skenarët dhe mundësitë që të kemi një përballje ushtarake mes Rusisë dhe vendeve të Evropës dhe a mund të çojë kjo më pas në hapjen e kutisë së Pandorës për ndryshimin e kufive, përfshirë edhe Ballkanin dhe cili mund të jetë roli i Turqisë dhe i Greqisë në këtë mes? Shiko, tani vendosja e paqes në Ukrainë në kushtet ekzistuese nënkupton ndryshimin e kufive. Sa do të varet kjo, a do të natyrisht se kjo nuk është e mirëseardhur për Evropën, por nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pranojnë këtë si fakt të kryer, edhe Evropa mund ta me shumë, domethënë, në mënyrë të pavullnetshme mund ta kapërdi këtë gjë. Edhe është shumë jo falendëruese me bën një parashikim nëse acarimi i marrëdhënieve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Evropë do të ndikojë në kohezionin më tej të Bashkimit Evropian apo në të kundërtën e saj. Kështu që kjo mbetet për të parë. Një gjë shihet në horizont që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të fitojnë një aleat të ri në betejën kundër Kinës, cilën të djathtë amerikanë shohin shumë më të rrezikshëm se sa zhvillimin e saj, se sa zhvillimin e Rusisë. Mirë po, Trump duke tentuar ta fitojë Rusinë, si duket, po i ftoh aleatët e vet të dërdjeshëm gjithandaj globit, sidomos vendet e Bashkimit Evropian, të cilat i ka pasur aleatët më të ngushtë. Dhe cili mund të jetë efekti që mund të kenë këto politika në Ballkan dhe a duhet që Kosova dhe Shqipëria të armatosen? Se Shqipëria nuk ka ndonjë rrezik. Domethënë, Shqipëria në vitin 1997, kur nuk ishte as ushtria, as policia, as gjë dhe kur ishte plotësisht në anarki, nuk u pushtuan nga asnjë vend tjetër, më herë nuk ka rrezik që të jetë e pushtuar nga dikush. Kosova ka rrezikun që të pushtohet nga Serbia, edhe prandaj ka nevojë që të armatosur dhe të krijojë një sistem mbrojtës i cili do t'i bëjë mirë të mendojnë në Beograd se që nuk është domethënë që është një arë e fortë për ta pushtuar. Kjo është arsyeja, domethënë, e dyta, Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe deri përderisa të ekzistojë NATO, ajo duhet të qëndrojë aty në bazë të rregullave të NATO-s. Në të kundërtën, nëse NATO prishet, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin dorë nga Evropa, atëherë edhe Shqipëria, po edhe Kosova duhet të qëndrojnë më afër Britanisë së Madhe dhe Turqisë. Në cilin do rast, këto dy vende janë aleatët më strategjik të Kosovës edhe të Shqipërisë. Zoti Espahiu, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Çdo të mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.